بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërime dhe lavdërime ti takojnë vetëm Allahut. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona. S'ka dyshim se kë Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, s'ka kush që e humb. Dhe kë e humb dhe e lajthit nga rruga e drejtë, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut i cili është një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Thot Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an në ti famëlart: O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtet dhe mos vdisni ndryshe përveç se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një njeri i vetëm dhe prej tij ai krijoi bashkëshortën e tij dhe prej këtyre dyve ai shtoi shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin të së cilit përbetoheni, ruajini marrëdhëniet farefisnore nga se Allahu është gjithë vëzhgues mbi ju. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta, ai u përmison veprat tuaja dhe u fal mëkatet, dhe kushdo që e respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, padyshim se ka shpëtuar me një shpëtim të madh. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë në të mirën është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të shëmtuara janë gjërat e shpikura në fe. Çdo shpikje përmban bidat. Çdo bidat është humbje dhe lajthitje, dhe çdo lajthitje dërgon në zjarr. Dhe në vazhdim me ndihmën e Allahu Gjelle Shanuhu themi, tema që do të flas sonte, nëse Allahu më dhëron sukses, ka të bëj rreth një dhuntie shumë të madhe të Allahu Gjelle Shanuhu. Kjo dhunti e cila është një dhunti shumë e rrallë e Allahut, që Allahu nuk i ja dhuron çdo kujt. Rëndësia e kësaj dhuntie në mesin e ibadeteve është sikurse rëndësia e shpirtit në trup. Nëse një ibadet privohet nga kjo dhunti, ai ibadet ka mundësi të mos pranohet tek Allahu, po në anën tjetër ka mundësi me qenë edhe kundër personit apo pronarit të atij ibadeti. Fjala është për suksesin e Allahut ndaj robit të tij, që në gjuhën arabe quhet at-tawfiq. Fjala tawfiq, që ne e përkthejmë sukses në aspektin etimologjik gjuhësor në gjuhën arabe,
do të thot inspirim për të bërë vepra të mira. Ndërsa në terminologjinë e shariatit, në terminologjinë e Kur'anit dhe Sunnetit profetik të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fjala tawfiq, sukses, ka për qëllim drejtimin e robit nga ana e Allahut për të punuar vepra të mira, ndihmën e tij ndaj tij dhe pranimin e veprës së tij. Daluni dhe meditoni tash këtë definicion. Shumica njerëzve e din të vërtetën, shumica njerëzve e din rrugën e drejtë, mirë po pak janë nga ata që e pasojnë. Pak janë ata që pasojnë drejt si dëshiron Allahu. Siratul mustaqim është një rrugë që njeri do të me ecë qysh ka urdhëruar Allahu, jo qysh ja merr mendja atij. Apo jo qysh isha shumicën e njerëzve duke i pasu, duke ecë në këtë rrugë. Pra, kur Allahu ja don të mirën në një robit, përveç se e inspiron ta ditë se çka është vërteta që e ka zbrit Allahu, Allahu edhe e drejton që atë rrugë si me ecë. A mjafton Allahu me kaq? Ja. Pastaj çka? E ndihmon. Tjetër është ti me drejtu, që kjo është rruga ecë. A ki mundësi me ecë, a s'ki mundësi me ecë. A ki barikada, a has në vështërsi, aty nuk din askush tjetër përveç Allahut. Mirë po, tawfiqi, suksesi i ploti Allahut është kur, përveç se drejton ai në rrugën e tij, ai merr përsipër edhe ndihmën e tij ndaj teje. Drejton në rrugë, ka thënë që kjo është rruga, që shtu kime ecë, edhe vazhdimisht është në ndihmën tënde, që me e arrit ti nëpërmjet ecjes e përqendrimit të rrugën e Allahut, kënaqësinë e Allahu xhalla shanuhu. Përveç kësaj, edhe me ta pranu ty veprën. Me të inspiru me bun ibadet, pastaj me të ndihmu ti me realizu atë ibadet në formën më të mirë, kulminacioni me ta pranu ibadetin. Sa prej njerëzve janë të udhëzuar në ibadet, e bëjnë një ibadet, mirë po nuk janë të udhëzuar në udhëzimin e vërtet në realizimin e atij ibadeti. Sa prej njerëzve lexojnë Kur'an, po Allahu nuk ja pranon leximin e Kur'anit. Havarijt kanë lexuar matje për Kur'an se sa sahabët, mirë po leximi tyre nuk ka sjell asnjë dobi, se ju ka munguar tawfiqi i Allahut, suksesi i Allahut. Sa prej njerëzve bëjnë ibadet, po ibadeti i tyre nuk është sipas udhëzimit profetik. Sa prej njerëzve bëjnë ibadet, ndoshta edhe ibadeti i tyre është me sinqeritet dhe sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po Allah nuk pranon. Ka një defekt. Andaj dhuntia e tawfiqit, suksesit Allahut, asi lloj dhuntia e madhe është që brenga e vetme muslimanit në jetën e kësaj bote është që me pas dertin e tij të vetëm, brengën e tij të vetme, është kur mos me privu Allahu nga kjo dhunti. Për arsye se nëse privosh nga kjo dhunti dhe braktisesh në duar tua, atëherë ti ju ki qas shkatrimit të vetvetes, mashtrimit me vetvetën tënde, edhe çka distancimit dhe largimit tënd dal nga Allahu xhalla shanu. Mo për këtë arsye, Ibn Qayyim Allahu e mëshiroft e definon suksesin e Allahut, fjalën tawfiq, thot alla yakilaka Allahu ila nafsik. Tawfiq, suksesi i Allahut ndaj një robi është që Allahu mos ta braktis në asnjë moment robin e tij në duart e tij. Po vazhdimisht me qenë inspiruar i udhëzuar, i ndihmuar nga ana Allahu xhalla shanu.
në momentin nëse Allahu largon ndihmën e tij, inspirimin e tij, taufiqin nga një rob, atëherë çka realizohet? Mashtrimi. Dhe kur njeriu mashtrohet me vetveten, atëherë realizohet shkatrimi, humbja, devijimi. Selefët tanë, për shkak se kanë ditur kuptimin e thellë të kësaj fjale, të kësaj dhuntie, të këtij nimeti, vazhdimisht e kanë lutë Allahun gjatë gjithë jetës së tyre që Allah kur mos mi privu nga suksesi Allah ndaj tyre. Se e kanë ditë që nëse privohet ky sukses, kjo dhunti nga ata, atëherë ata veç lodhen, një rob veç lodhet ose me ibadet, ose me diçka, përderisa çka Allahu nuk e ka uzu ashtu si duhet, në anën tjetër edhe nuk ja pranon atë vepër. Nëse ndalem edhe ne analizojmë këtë fjalë në Kur'an, e gjejmë se është përmendur 3 herë. Këto 3 herë që është përmendur fjala taufik, sukses, në 3 rastet është përmendur në kontekstin e përmirësimit, reformimit, ndryshimit. Se esenca e taufikit është që ti me ndryshu vetën në raport tonë me Allah. Derisa të bësh një rob që je i përqendruar në rrugën që është dënë Allahu. Domethënë esenca e taufikit është që është me ta përmirësu zemrën, që është me ta përmirësu trupin, që është me ta përmirësu meditimin të menduarit rreth fesë, argumenteve, që është me ta përmirësu njetet, që është me bo njet, që është me ju qas një ibadeti. Kjo është esenca e taufikit. Pastaj që është me ta përmirësu ibadetin, pastaj që është me ta përmirësu raportin tënd me pejgamberin, që është me pasu pejgamberin, raportet e tua me njerëz. Herën e parë e ka përmend Allahu xhallashanuhu në historinë e Shuaibit alayhis salam. Këtij pejgamberi të madh, Davudxhi, që Allah e ka dërguar popullit Medjenit, ky popull që e ka tepruar me mëkate dhe me kryenetësi ndaj Allahut dhe ndaj këtij pejgamberi, përveç kufrit, përveç inatit, ky popull është njeh edhe me dallaverën peshim, gjatë shitblerjes. Përveç kësaj, ky popull është njeh gjithashtu edhe me shthurje morale. Pak a shumë si populli i Lutit, por jo sikurse populli i Lutit. Jo në mbledh shumë të këqija. Tash paramendoni Shuaibin, Allah ka dërguar një popull që ka pas prishje në besim, prishje në tregti, prishje morale. Edhe vazhdimisht ka qas në kundërshtime tek populli i tij kur i ka thirrë besim. Edhe çka ka thonë Allahu xhallashanuhu për Shuaibin? Çka i ka thonë Shuaibi popullit të tij kur ai i ka thirrë ata në fe? Allahu xhallashanuhu thot: "In uridu illa al-islah mastata'tu." Unë nuk du me davetin tim përveç se përmirësimin e juve. Atë sa kam mundësi. Wama tawfiqi illa billah. Suksesi im i tërë varet nga Allahu. Alehi tawakkalt, ilehi unib. Tek ai jam shtet dhe tek ai jam penduar dhe pendohem. Kjo është konteksti i parë. Konteksti i përmirësimit të akidës, në kontekstin e përmirësimit i ibadeteve, të meditimit, moralit, këtë çka ka nevojë për përmirësim, u ardh fjala taufik, që s'ka mundësi asnjë përmirësim moralizu, përveç se nëse Allah t'jap sukses. Konteksti i dytë e fjalës taufik është ardhur gjithashtu në kuptimin e përmirësimit, por cilët përmirësim? Raportit bashkëtorë. Përmirësimi më i madh pas besimit, akidës, ibadeteve dhe moralit është përqendrimi i përmirësimit të raportit martësor, që një çift të jetojë, të krijojë një jetë martësore të shëndosh, që synohet nëpërmjet asaj martese, afrimit tek Allahu dhe
që sa ma shumë me pas pasardhës të shëndosh që adhurojnë Allahun dhe triumfojnë fenë e tij. Mu për këtë arsye, shejtani është shumë ambicios që mos të realizojnë musliman martesa të rinj. I ftov ata me premtime të rrejshme, me amoralitet. S'ke qa mu martu, s'ke qka lyp gru, s'ke qka bën fmi, i tut ata, i frikson vazhdimisht me varfri, se nëse martohet ka me u punën, nëse martohet kanë me paksu paret, nëse martohet kanë me do me thonë friksim në varfri në gjithë aspektet. Varfri shpirtërore, varfri shoqërore, varfri çdo aspekt. Shejtani i urdhëron në varfri. Wa ya'mur bil fahsha, dhe nxit në amoralitet. Aty ja hjeshon trive. E Allahu Gjellëshanu, kërë ka përmend taufiqin, suksesin, në surën Nisa, e ka përmend kontekstin kur dy çifte bashkëtorë grinden me zvete dhe arrin puna deri tek shkurorëzimi. E Allahu Gjellëshanu thot, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kur vjen deri te pozita e grindjes, do me thonë grada e grindjes arrit deri në pozitë që vje paka shumë deri tek shkurorëzimi, atëherë çka duhet që prej palës mashkullit burrit edhe prej palës gruas të dërgon dy gjykatës ti pajtojnë ata me zveti. Po ç'është ka thot Allahu tash? In yurida islahan, nëse ata dy gjykatës kanë jetën e pastër, edhe dojnë me të vërtetë ta dy çifta mu bashku, yuwaffiqillahu bainahuma. Allahu jep sukses që të bashkohen. Pse Allah është pro martesës dhe e urren shkurorëzimin. Dora Allahut, ndihma Allahut, dashuria, kënaqësia Allahut është me ata që janë të martuar dhe që dojnë me vazhdu martesën. Edhe që japin çdo mund dhe sakrificë që ata ruajnë atë martesë që është realizuar me fjalën e Allahut. E nëse këta dy gjykatës, qoftë nga ana e burrit apo qoftë nga ana e gruas, shtojnë zjarë edhe ma tepër grindjeve tyre, atëherë çka realizohet shkurorëzimi, edhe prishet një familje komplet shuhet. Dhe shka përderdhet, e që Islami nuk ka ardhur me këtë synim. Islami ka ardhur që të krijohen, do me thonë, familje islame të shëndosha, raporte bashkëtorë të shëndosha, që me lind ata dy çift pasazh të shëndosh, që me shku fija Allahut përpara. Në këtë rast Allah është ndihmëtari më i madh atyre që dëshirojnë me pas përmirësim mes veti, mes dy bashkëshortëve. Qoftë bashkëshorti, do me thonë burri me gruan, japin zor, japin mund që mu bashku mos mundo, Allah i çon ka me qenë sukses. Patjetër kjo është premtimi i Allahut. Po nëse edhe dikon nga ana tjetër ndërhyn ndonjë gjykatës nga familja e saj dhe nga familja e tij, patjetër se Allah ka me qenë sukses kanë mu bashku. Kontesti tjetër, i tretë, i përmendjes fjalës taufiq në Kur'an është sipas kuptimit munafikave, jo që ç'don Allahu. Meditoni mirë këtë ajet kuranor, sura Nisa. Thot Allahu Jalla Shanuhu, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, dhe ku ju thot munafikave, e jani në besim dhe në pasim në atë që ka zbritur Allah tek i dërguar i tij, ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. I sheh munafikat me çdo kusht duke u distancu nga ajo që ka thërati dhe duke u mundu mi distancu njerëzit mi largu nga ajo që ti thret. Ata mas pare s'dojnë, po mundon edhe mos milon edhe tjertë. Fa kejfe idha asabethum musibetum bima qaddemet ejdihim. E si qëndron puna, thot Allah, nëse ata i goden do një musibet i madh për shkak të asaj që vepruan, që mundun mi largu njerëzën nga shpallja,
nga pasimi i Kur'anit dhe Sunetit. Si do të qëndroj puna? Thot Allahu Jalla Shanuhu, thumma ja'uka yahlifuna billah. Pastaj vin munafikat edhe mbeton në Allahun. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ne s'kemi dasht me këtë çka kemi bona, përveç se çka mi pajtu me sjell unitet mes njerëzve. Thot Allahu Jalla Shanuhu, ulaika ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Muhammed atyre din Allah që kam shefin zemra. Fa a'rid anhum. Distanco prej tyre. E njëjta formë, mirë po, në trajta të ndryshme, me fjali të ndryshme realizohet edhe do të realizohet deri në ditë kiametit me thirrësit e sunetit edhe davetit selefi. Sa prej njerëzve marrin nasibin prej hoxhallarëve, prej këtij ajeti, duke mos e ditur, ku ti thret në Kur'an, sunet thojnë, jeni bo bajat me këto tema. Janë bo monoton këto temat e akides, menhegjit. A nuk keni diçka tjetër ju çka thirrni? Që ku ka shku bota? Ju me çka mirni? Me abdes, me tauhid, me taharet, me shkurorzim. Mi thot njerëzit nga thirrja e vërtet. Sikur të munafikat kur janë mundu mi largu njerëzit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë mundu në çdo formë me i ftof njerëzit nga pejgamberi. Duke i shpif. Kjo është sirbaz, kjo është mejnun i çmendon, kjo është poet. Do me thonë i kanë përdor mjetet që kanë qenë më të forta të akuzave të asoj kohe, që njerëzit nuk i kanë konsideru të denjë për ja marrë fjallën, prej tyre sirbaz. Me ditë njeri që je sirbaz, kërkush nuk donë. As një shekull, as një kohë. Nëse zbulohet një njeri që është sirbaz, bën në gji, kërkush se donë ato. Nëse zbulohet se është filozof, fol pa lidhje, do me thonë, veprimtaria ati është me vargje poetike, dashurisë, e shumë sene tjera me perceptime që i bën nga vetja, njerëz nuk ja marrin për seriozitet fjallët. Ashtu edhe nëse njëri është i çmendur, njerëz ikun prej tij. Qysh kanë përdor ata munafika në kohën e pejgamberit mjetet, akuzat që janë kohën më të dikushme në shoqëri që njerëz mu largun nga pejgamberi, njëjtat metoda përdoren edhe sot nga munafikat e këtij ummeti për mi largu njerëzit nga pasimi sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vahabi, marrin parë, të shitun, radikalista, fundamentalista, terrorista, nuk lojnë gjë prej terminologjive që i përmendën kundër islamit, përveç se ishe njerëzit duke i akuzu pasuesit e mirëfill të Kur'anit dhe sunetit familjarët. E njëjta gjë, qysh ka qenë kohën e pejgamberit edhe sot. E kur i pyet këta, pse do po veproni kështu? Për arsye se ju po bëni përçarje, na po thirrim në unitet. Na po thirrim bashkim, na jem ata që thirrim bashkim. Qysh mu bashku? Tu e lon sunetin e pejgamberit. Qysh mu bashku? Tu e lon Kur'anin, a? Qysh mu bashku? Duke mos pasu sahabet, apo? Qysh të bëhet bashkimi? Qysh mu bashku? Duke nejt krah për krah me katolik e me jahudi, duke busqesh, duke marrë pjesë në festat e tyre dhe në ceremonit e tyre. A kështu bashkohen muslimat? Kështu nuk bashkohen. Mu përse Allahu Gjeleshoni ka përgënjeshtru këtë unitet tyre. Ka kallëzu se ky nuk është unitet që thirrën munafikat. Po unitet i vërtet, bashkim i vërtet, ajo është që realizohet nëpërmjet Allahut, Kur'anit dhe pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është konteksti, tri kontekste që është fjala tawfiq, sukses. Ka shumë ajete në Kur'an që kallëzojnë vlerën dhe rëndësinë dhe mënyrën se si Allahu xhalleshanu e tregon tawfiqin e tij, suksesin që ai ja dhuron dikujt nga prej besimtarëve. Një prej këtyre ajeteve. Thot Allahu xhalleshanu: Ja ejuha alladhina amanu, oj që keni besuar,
La tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Mos I pasoni gjurmët e shejtanit. Wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan, dhe ai që pason gjurmët e shejtanit, fa inna ma ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Le ta di se ai urdhron në amoralitet dhe në të këqija. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh. Sikur mos me qenë dhuntia Allahut dhe rahmeti I Tij ndaj jush, ma zaka minkum min ahadin abada. Nuk ka mundësi askush prej jush ta pastroj veten e tij prej gjinohave. Walakin Allah yuzakki man yasha. Mirë po Allah është ai që I bën njerëzit të pastrohen nga gjinohat. Me çka? Me suksesin e tij. Sot mundot njeriu në këtë jetë me qenë I përqendruar në rrugën e Allahut, nëse Allah si ka dhënë teufik, u kry kjo punë. Nuk ka mundësi me qenë. Allah thot Kur'an, po thot këtë ajet, sikur mos me qenë dhuntia, e ka cilësu, e ka amërtu suksesin që e ka Allah në dorë, që kuj në jep, kur dëshën dikujt mja dhon, e ka cilësu si dhunti dhe rahmet ti, pjesë e dhuntis dhe rahmet ti. Sikur mos me qenë dhuntia Allah dhe rahmeti ti, ndaj jush, ndaj njerëzve, nuk kishte patër mundësi askush për jush ta pastroj veten prej gjunaheve, me ibadete, me dhikr, me istikfar, me tobe, me hajj, me umre, me namaze, me dije as pak. Kjo është prej Allahut krejt është. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah është ai që I bën njerëzit I çon sukses me udhëzime, me ibadete që ta pastrojnë veten e tyre nga gjunahet. Kjo është kuptimi I parë që ka kallëzuar Allah mënyrën se si ai I udhëzon njerëzit me suksesin e tij, duke I përkujtu ata se suksesi e Allah ndaj tyre është dhuntia e Allahut, është pjesë e rahmetit të Tij. Në ajetin tjetër kuranor, Allahu xhalla shanuhu ju drejtohet sahabëve. Edhe pse ky ajet për sahabët, por në aspektin e përgjithshëm është për krejt ummetin. Wa'lamu anna fikum Rasulallah. Dijeni se në mesin tuaj është I dërguari I Allahut. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Sikur pejgamberit ju respekton të juve në shumë çështje, ju kishit devijuar, ju kishit përjetu vështërsit shumëta, njëtë edhe në fe. Shqyqëni, qëfar ajete, sikur pejgamberi mi pasu shumicën prej juve, në shumë çështje. Dhe me thonë, qka pejgamberi si pason njerëzit, po njerëz do të me pasu pejgamberin, apo. Njerëz do të mu peshu me sunetin e pejgamberit, po jo pejgamberi mu peshu me veprat e njerëzve, me mendimet e tyre. Pejgamberin me kon ton, me logjikat tona, me mendimet tona, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon. Walakin Allah, mirë po Allah është ai, habbaba ilejkumul iman, është ai që bëri juve të dashur imanin, wa zayyanahu fi qulubikum, dhe I ahjashoj imanin juve në zemra, wa kerraha ilejkumul kufra wal fusuqa wal isyan, dhe u bëri juve të urejtur, prishjen, mëkatet dhe mosbesimin. Ulaike humur rashidu. Mu të tillët janë të udhëzuarit më të drejt prej anës Allahut. Shqyqoni se përfundon Allah. Fadlan min Allah wa ni'ma. Për shkak të mirësisë ndaj Allahut, ndaj tyre dhe nimetet e Tij. Kjo është realizu. Kjo është nimet I veçantë. Me ta bo Allah dashur imanin zemër, edhe me ta hjeshu, edhe me pasu gjithçka që është iman, me ta bo urrejtun, kufrin, fiskun, mëkatet. Kjo është një dhuntie veçantë e Allahut. Andaj nëse dojna se cili prej neve me ditë se ku është pozita ati me Allahun, le të qëtë në pyetje vetën e ti me këtë ajet. A jom aj une, njeri, aj robi Allahut, që me të vërtet mu Allah ma ka bo dashur imanin,
edhe që mbën dispres unë diçka që është për që më afron tek Allahu, unë me bo. Dhe ajo unë prej atyre robëve të Allah që mu ma ka urrejt mëkatin, apo mëkati për mua është e dashme, edhe shpesh bin mëkat, edhe shpirti manon mëkat, nuk ja urrej mëkatin. Nëse njënë për këtyre gjejmë në vetet tona vajhale për ne, kjo tregon se ne jemi të privur nga suksesi i Allahut. Suksesi i plot, se suksesi i Allahut është me grada. Këto ajete kuranore, e shumë ajete tjera të ngjashme, që flasin për teskien, pastrimin e vetvetes me ibadete, shumica lidhen tek dietarët e selefit, tek komentatorët e Kuranit, komentohen me taufiqin e Allahu xhalla shanhu, me suksesin e Allahut ndaj robit të tij. Nuk ka mundësi mu realizu teskia Allah ndaj një robi përveç se nëpërmjet suksesit të Allahut. E ky sukses i Allahut pastaj realizohet në forma me inspirime që Allah i jep robit të vet dal nga dal çish me realizu, çish me punu, edhe duke ndihmu ato, pastaj vjen deri te pranimi i veprave, kur pranon veprat atëherë dhe realizohet teskia, pastrimi shpirtëror realizohet, kalitja shpirtërore, kalitja morale, kalitja ibadeteve. Nëse vujmë për diçka këtë kohë, vujmë për këta, që falen për nuk gjojnë prehje, agjërojmë për nuk gjejmë prehje, lexojmë Kur'an për nuk gjejmë prehje. Allah po thot në Kur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kjo është një libër mubarak i bekum që ta kena shpoll, ta kena zbrit ty Muhammed, që ti meditojnë ajetet e Kur'anit dhe të vetëdijsojnë njerëzit që kanë mend. Na lexojmë Kur'an, shumë pak meditojmë. Nëse pak meditojmë, shumë shpejt lodhem edhe braktisim. Ndërsa Kur'ani tërë është mubarak në veten e tij. Veç me shiku Kur'anin, pa lexuar hiç, Kur'ani është mubarak, ndikon te ti. Ta kënaq syrin, ta përmirëson syrin, ta ndriçon syrin me nur, zemrën, trupin. Edhe pse këto gjëra na nuk mundom i perceptu dhe mi pa, mirë po këto gjëra realizohen. A e dini se çdo besimtar në botën e melajkeve e ka një nur dhe e ka një erë që njihet në mesin e njerëzve, e nëpërmjet asaj erë dhe nurit njerëz e din sa ka ibadete? Erë të mirë, erë të keqe. Dritë ose çka? Errësirë. Nëse ki dritë, shejtan ikun prej teje. Po nëse ki errësirë për shkak të gjunaheve, atëherë të afron shejtan, largon me laqet. Edhe shon erë keqe, ka shkojsh. Ajo erë keqe që e pengon me laqet e Zotit më të afru, për me të ndihmu ty. I ngrej shejtan si magnet. Wa men Allahu xhalla shan Kur'an thot, ai që largohet për kujtimit tim, nuqayyid lahu shejtanan fa huwa lahu qarin. Ni e rrethojna me shejtan. Ai i bot qarini shoku i tij që si ndohet kur. Nuqayyid, çka është qaid? Qaid është sikurse lëvorja e vos. Qaid është lëvorja e vos. Do me thonë çka shejtan e pështjellin kështu krejt me vetet e tyre kit prap, se lun me marr frym sikurse lëvorja e vos që është e pështjell von. Se lun me marr frym për shkak të gjunave. Gjunaji më i madh që e privon njeriu prej nurit, edhe prej erës mirë, afrimit me lajkeve, është shikimi në lakurisi. Shikimi në video që në ka shthurje morale. Në moment shejtan kur e vren këto, shumohen, largohen me lajket. Kjo është një temë tjetër në veti, që duhet pa tjetër me fol në një ders tashëm, për shkak të domeve që ka ky lloj mëkati në prishjen e raporteve me Allahun, pejgamberin dhe martesor në mesin e shumë njerëzve. Trive që po i vrejmë dhe po i ndëgjojmë sot. Ku jemi tek tema e taufikit, suksesin ndaj Allahu xhalla shanuhu.
Allahu xhaleshanhu ka treguar se suksesi i tij ndaj robërve të vet është shumë lloje, nuk është vetëm një lloj. Për këtyre lloje më të mëdha, ka shumë, pa numërta janë. Unë thash se çështja e taufikit është sikur se çështja e shpirtit. Derisa je gjallë, çu dosh me pa shpirt, në moment kur largosh shpirti vdes, ashtu është edhe taufiku për ibadete. Kështu që me përtheku këtë llojet e taufikit është e pamundur. Mirë, po çka më të rëndësishme për këtyre? Suksesi më i madh i Allahut xhaleshanu ndaj një robit është kur ai e udhëzon në pasimin e tij dhe në pasimin e të dërguarit të tij në gjitha aspektet. Ty anis prej farzeve, nuk i lën as pak. Namazet, sidomos namazin e sabahit me vakt me fal. Për këta që janë të dhurum, janë bekum me suksesin e Allahut, për shto është vdekje, nuk paramendot namazi mu fal pas kohës. Ai që për këta nuk paramendot namazi sabahit me mu fal çdo ditë pas lindjes, apo shumë të hera aftë mik me kollajllok namazi sabahit. Sidomos namazi sabahit. Pse këta e din rëndësinë e namazit sabahit çka ka në mbrojtjen e Allahut në robit. Fe hua fi dhimmetillah, ai është mbrojtjen e Allahut. Kush e fal namazin sabahit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për to ai japën rëndësi të madhe shumë që mos më ujik sabahi. Nëse jo me xhamat në xhami, në shtëpiat e tyre, mirë po në kohën e vet. Kjo është taufiku më i madh. Pas besimit, me realizu ibadetet e Allahut duke nis prej fazave, pastaj Allahu xhaleshanu nuk mjafton veç me kaq, i udhëzon këta edhe me nafile, agjërim, me lexim të Kuranit. Çdo ditë lexojnë ka 2-3 gjuza, agjërojnë brenda javës 2-3 herë, namazin e natës nuk e lejnë kur. Pse nuk e lojnë? Qysh me lojnë njeri namazin e natës për ta njerëz? Kur Allahu xhaleshanu kur thot Wallahu ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. O Muhammed, di se Allahu din ti kur çosh në pjesën e gjysmë të natës apo në pjesën e tretë të natës me pa namazin e natës dhe ata që janë me ty, sahabët. Qysh Allah përcjell me vëmendje ata robët e vet, i mbikëqyr me rëndësinë, me inajetin, me ndihmën e tij të veçantë. Ata që falë namaz natës, jep rëndësi të madhe, kushtohet Allah shumë për ta. Me lajket e tij, me përkrajen e tij, që mos me lën kur namazin e natës. E din Allah, që çfarë ajeti sa i lezetshëm. O Muhammed, Allah din ti kur qosh namaz natës. Veç njeri me mendu këtë kënaqësi, këtë ajet kuranor, hey, Allah din për mu. Din për filanin, i birin e filanit, që po qohet namaz natës. Me emër din. Me lajke din. Ai selam kur nuk don ai më privu prej çisaj çdo nat derisa e takon Allah prej çti ajeti Allah din kush po qohet namazin natës. Prej çisaj ajeti kur thot Allah din. Ai nuk don më privu as pak në jetën e tij nga kjo dhunti. Çdo nat don me përjetu këtë kënaqësi. Allahu pe din që unë u qova, Allahu akbar. Allahu pe din që unë u qova, unë e mora abdes. E lash kënaqësinë e gjumit, e lash kënaqësinë e trupit, po i drejton Allahut, Allah e din. Për ta është kjo është dhuntia më e madhe. E pa parashikueshme e lë namazin natës. Kjo është taufiku më i madh i Allahut. Lloji i dytë i taufikit është me uzu Allahu xhaleshanu me thirr në rrugën e tij. Në mënyrën që është Allah është i kënaqur. Mënyra më e mirë e davetit për me ditë që Allah është i kënaqur, është kur Allahu të udhëzon të jap sukses me kuptu fen që çdon Allah. Men yuridillahu bi khairan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, yufaqihu fi din, kujt ja don Allah të mirën. Ja mundson të kuptuarit e fesë qysh, sipas këtë kuptim, sipas kuptimit që ka kuptu pejgamberi, sipas kuptimit që ka kuptu sahabët. Kjo është kuptimi më i vlefshëm që Allah kujt don i adhuron. Kjo është suksesi më i madh i Allahut. E Allahu xhaleshanu thot Kur'an: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." A ka fjalë më të mirë
se sa me i thirr njerëzit në rrugën e Allahut. Wa amila salihan, dhe me bo vepra të mira. Që davetgjiu i vërtet është ky davetgji, që edhe thirr, po edhe shëmbulltyr, bën vepra të mira. Nuk thot hadeni me fal namazin, ai s'falet. Bën e këto, ndërsa e bën, e kundërta. Po këta janë shëmbulltyr, këta janë rabbaniyun. Këto janë që Allah i ka eduku këta prej veçlis, i ka kalit, janë shëmbulltyr. Edhe thirrën, po edhe janë shëmbulltyr, bën vepra të mira. Wa amila salihan, wa qala innani minal muslimin. Edhe krenot, thot, unë jam prej muslimanve. Nuk i vjen marrë me thonë unë jam musliman. Nuk i vjen marrë me thonë unë jam selefi pasuesi sunetit. Sa prej njerëzve, prej trive, madje ndoshta edhe prej hoxhallarëve, kanë marrë me thonë një rreth ku ka tulli far munafiku, kulli far qafiri, tulli far njeri presht, me thonë se unë jam hoxh, unë jam musliman, unë jam pasuesi sunet, mu krenu. Po mundon mu shkri qka në idet e tyre, në mambetet e tyre, në atë rreth që ata janë mësu në rreth i prishun. Pse? Me njetë kinsena, po s'podojna me shkaktu për qarje. Na podojna me shkaktu unitet për pajtim. Andaj unë do të me ul vetën. Mu kallzu ma pop se papa. Ma katolik se katoliku. Ma i prish se a i prishti. Wa qala innani minal muslimin. Dhe unë jam prej muslimanve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Thot Ibn Qayyim, njerëzit më dobishëm për njerëzimin me pajtoshmërinë në gjithë dietarëve janë ata që thirrën rrugën e Allahu xhallahu shanu. Që mëson njerëzve imanin, që mëson njerëzve sunetin e pejgamberit, që mëson njerëzve halalin, që mëson njerëzve haramin. Këto janë njerëzit më të dishëm. Këto janë njerëzit më do me thonë produktiv për shoqëri. Edhe pse njerëzit i këshirë me sy të keq, mirë po çështja është ti më kon te Allahu. Jo tek njerëzit. Këto është ajo dallimi mes një njeri që Allah i ka dhënë sukses edhe ai krenohet me suksesin e Allahut, me udhëzimin e tij, dhe atij që i vjen marrë, Allah të ka udhëzu, ka bu hoxh, ta ka dhënë këto, ta ka dhënë këto, vjen ditë aty çka i vjen marrë me ka udhëzu çka i. Kjo është kur të lënë Allah në dorë tua, bëj çka dush. Unë ta dhash këto, s'deshte. Ta dhash këto, s'deshte. U distancoa. Falamma zaghu, çu ka thonë Allah në Kur'an, azagha Allah qulubahum. E kur ata i distancohen nga haku kur ju vjen atyre, Allah pastaj çka i pengon edhe me pasu hakun edhe me kuptu hakun. Imam Kurtubi thot, për çet ajet kuranor, thot ata të cilët thot kur të vije haku se pranojnë hakun e Allahut apo të dërguarit e tij, thot ne i pengojnë ata për me kuptu Kur'anin dhe me punu me ta. Se si e për këtë punë. Edhe lirë në durë tua, bëj çka dush. Allah largon suksesin, ndihmën për krajën e tij ndaj prej teje. Lloji i dytë i taufikit, suksesit Allahu xhallahu shanu është që Allahu xhallahu shanu mi i dhuru besimtarit, sidomos davetgjiut, hikme, urtësi. Çka është urtësia? Thot Allahu xhallahu shanu në Kur'an, yu'til hikmata man yasha. Allah jep urtësi kujna don ai. Kujna don ai. Wa man yu'tal hikma, ati që dhurot hikmeti, urtësia, faqad utiya khayran kathira. Ati vetëm se i është dhuru një hajër, mirësi shumë e madhe. Çka thot Ibn Qayyim për hikme, definicionin e tij, thot fi'lu ma yanbaghi ala al-wajh alladhi yanbaghi. Urtësia është me e bo një punë që duhet me bo në formën që duhet me bo. Edhe ajo forma që duhet me bo është me qenë sipas sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjithë dietarët kanë pajtueshmëri ixhma se njerëzit të dhuruar më së shumti me urtësi janë ata që thirrën sunet. Çdo kur që thirr sunet, vetëm se ka folur dhe ka thirrur me urtësi. Andaj edhe fjala hikme në Kur'an që përmendet në shumë ajete kuranore për pejgamberin kur ka thonë dhe ja mëson atyre Kur'anin dhe hikmetin, urtësinë, Imam Shafiu thot me ixhman e ulemave
Fjala hikmet në këto ajete ka për qëllim sunetin e tij, mëson Kur'anin dhe sunetin e tij se si të punojnë me sunetin e tij dhe si ta praktikojnë Kur'anin nëpërmjet sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lloji tjetër i taufikit është Allahu me të dhuru sukses ti më kun i kënaqur me gjithë çka të ka dhuru Allahu. Kjo është një dhunti shumë e madhe e Allahut. Që të arun fen, akidën, të arun ibadetin prej bidateve, të arun pasurin prej harami, trupin nga harami, familjen nga harami, shpin nga harami. Në moment ti kur ki lakmi, kur nuk ngiresh, edhe thu, jo be, mirë, po, që Allah ja ka dhonë tjetër kujt qita, ja ka dhonë nëse kam qita, që, po, unë mirë, elhamdulillah, kejtë mirë, po, kisha pas qef edhe qita, Allah ta jap ty, apet qita, kur nuk ngiresh, vazhdimisht ki lakmi, atër dije se ti je i privun prej suksesit Allahut. Suksesi Allahut kur çka është, kur ai ta çon fiqrin, ti mu kënaq me gjithçka çka ki. Allah s'ta ka pengu ty me lyp Allah të shtesë, përderisa është diçka e lejume. Allah ka leju, Allah ka nxit, ani ti, bodua, ma tepër me të qua Allah, ama me atë çka ki për momentin, falendroj Allah. Ti jesh i kënaqur. E jo me pas paragjykim edhe mendim kënj dhe Allah se Allah mus po më dhan për atë se më ka dhonë. Qërë i ka dhonë ati, mus më ka dhonë. Kjo është sprovë. Allah në dhonë rizkun e vetë, qysh dhonë prej robërve të vetë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, qad aflaha men ruzika kefafa, vetëm se ka shpëtuar ai që është dhuruar me furnizim të Allahut, atë sa i mjafton. Atë sa i mjafton. Se teprimi ka njerë të shtin probleme. Mes tje dhe Allahut, a ki fitu me halal, a se ki fitu me halal, a ki falenderu, a se ki falenderu, problem është. Wa qanna'ahu Allahu bima utu. Dhe i jep atyre qka kënatësi me atë qka ju është dhuru. Ki kanaa, ki kënaqësi, elhamdulillah që ma ka dhuru Allahu. A është mjaftueshme? Për momentin është mjaftueshme. A na nevojitet? Po. Mirë kishte me të qenë me pas edhe qita. Mirë po, elhamdulillah që e kem. Kina me bu lutje që Allah me na furnizu. Kina me bu lutje, kina me bu kështu, kina me marë sebepet. Mirë po, në çdo rast ti dosh me qenë i kënaqur me atë çka ta ka dhënë Allahu. E mos me pas paragjykime, e mendimet qia se Allah Gjeleshanu ty të ka privu, nuk po të dënë, edhe po të dënë me dënu kështu me radhë. Kjo është një prej suksese më të mëdhaja të Allah Gjeleshanu, se kjo të arun fen. Kur ki lakmitin dynja, e shet imanin. Kur ki lakmin dynja, e shet akiden. Kur ki lakmin dynja, e shet namazin, e shet moralin, e shet familjen, e shet gjithçka. Për shkak lakmis. A kur je kënaqur me atë që ta ka dhënë Allahu, gru, familje, fëmijë, shëndet, pasuri, siguri, krejt, atëherë ti je prej aty në robëve të Allahut që ta ka dashur mira. Pejgamberi sa thot vetëm se ka shpëtuar ai që është furnizuar me atë sa i mjafton. Normal që kjo mjaftueshmëria me pasuri ndryshon prej njëri tjetër. Prej llojeve të suksesit të Allahu xhaleshani ndaj robërve të vet është që Allahu xhaleshanuhu mi dhon sukses atyre në bereqet. Bereqeti i Allahut është prej suksesit të Allahut veçantë që kujt don ai jep. Allah shumë njerëzve i ka dhon pasuria, po. Ka dhon e qafirav. Mirë po, nuk i ka dhon bereqet. Bereqetin Allah jep veç besimtarit. Veç të devotshmit jep bereqet. Besimtarit mërfit jep bereqet. Ande ki njerëz që kanë me mira, ndoshta me miliona, mirë po nuk kanë bereqet pasuri. Ki njerëz që janë fukara mesatar, kanë pak po kanë bereqet. Bereqeti është një ushtri për ushtrive të mshefta të Allahut. Nuk ka vend kur hyn bereqeti Allahut përveç se shumot. E bereqeti Allahut hyn gjithka. Prej bereqeteve të Allahut është kur Allah t'jep bereqet në kohë. I fal 5 kohët e namazit, sunetet nuk i lën, t'jep bereqet kohë, lexon Kur'an çdo ditë ka një gjys apo më pak, kur se lën. Prej bereqetit Allahut ku është kur ta mundson për shkakun ti më agjëru, kur prej bereqetit Allahut kur ta mundson ti më dhon sadak brenda ditës,
Prej bereqetit Allahut është ti me ta mundsuar brenda ditës me bë davet, me thirr urdhërum me të mirë, ndalun nga e keqja. Prej bereqetit në Allahut ku është me fal namaz natës, prej bereqetit Allahut është që mi shërby nonës, babës, vllat, muslimanëve të tjerë. Kjo është këtë prej bereqetit ku. Bereqet në jetë, bereqet pasuri, bereqet familje. Ka shumë njerëz janë të privuar prej bereqeteve të Allahut. Kanë gjithçka, bereqet s'kan. As në jetë, as në familje, as trup, as zemër, për kur gjë nuk i kënaq. Pse? Është i privuar prej bereqeteve të Allahut xhaleshanu. Andaj prej sukseseve të rralla të Allahut xhaleshanu, që ai i adhuron kujt do është kur i dhuron atij bereqet në kohë, i çon bereqet në dituri, me pak dituri bën dobi, njerëz i sjell, njerëz udhzon, vetdison me këshillat e tij, me ligjërimet e tij kështu me radhë. Ki njerëz për shembull që janë të privuar prej këtyre bereqeteve. E Allahu xhaleshanu shiqet qysh e ka sprovu i ka dhënë pejgamberit këtë dhunti, po në anën tjetër edhe e ka sprovu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në periudhën mëkase, 10 vjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë në sezonin e haxhit, 10 vjet e para pas shpalljes, e ka ekspozu veten e tij haxhilerëve. O ju njerëz, unë jam i dërguari i Allahut. Ai që më beson mua, unë i garantoj se Allah ja fal mëkatet, do të bëj për i banorëve të xhennetit. Pejgamberi vazhdimisht të ekspozu veten haxhilerëve. 10 vjet, çdo sezon, ku ka shku pejgamberi, ku ka tubimet njerëzve, ai ka ekspozu veten. Tu i thirr njerëzën me besu Allahut dhe me besu atij se është pejgamber, te unë nuk ka rën, unë jam kështu, unë jam ashtu, i ka premtu vazhdimisht. Kur si ka besu? Kujt i ka dhënë Allah sukses? Ensarve, banorëve të Medinës, ata i kanë besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë përkra, Allah e ka ngrit gradën e tyre. Edhe ka bu vendin ku kanë jetu, vatan dytë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë nderi. Kur s'kish besu prej ensarve që Medinja, kur ka shku pejgamberi në sezonin e haxhit kur u taku me ta, që një ditë ka me qenë vatani pejgamberi. Ka marrë puna pejgamberi me lonë vendlindjen e vet Mekën, vendin më të dashur, me shku në Medinë, atje me jetu, atje me vdek, atje me themelu shtetin islam. Kush fillim s'ka ka besu këto. Mirë po sinqeriteti tyne, besnikëria e tyne në imanin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej gjërave që Allah i ka ngrit aq shumë sa që vatanin e tyre, vendin e tyre kanë bërë vendlindje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë ngjarje çka ne kuptojmë se muslimani nuk hyn se fatësi me ekspozu veten si davetxhi, me i gjithkohë më mundu me bo davet. Pejgamberi u mundu gjithkohë me depërtu. Ashtu edhe muslimani sunni, muslimani selefi, hoxha selefi do të më mundu me depërtu gjithkohë me davetin e tij. Mi thirr njerëzit. Edhe kjo nuk hyn se fatësi. Kjo tregon ambicin e tij që njerëz udhëzohen. E jo si disa që e kanë fut vetën si në cellofan, kese, edhe presin këtë njerëzit në artë e kaj, a i mu pyt, veç a i mu thirë, nëse s'thirë shkan, e shumë sende tjera, pse? Unë jam filan hoxha, filan, e kom këtë gradë, e kom këtë titull. Ja, pejgamberi kështu nuk u konë, sahabe kështu nuk kanë qenë. Andaj këtu edhe vrim ka njerë ato mashtrimet që bon prej hoxhallarëve në emër të sunetit, në emër do njerë menhegjit, në emër qapo djone, kinë se na po lypim kështu, po dojna me bo kështu. Jo, është diçka tjetër, ajo që ka po dojnë ti me thonë, me lidh me politik, me politizutin një qështje, si pas interesit ton personal, dërso David është diçka tjetër. Për llojeve të taufikit, suksesit të Allahu xhaleshanuhu është Allahu xhaleshanuhu me e udhëzu robën e vet në me bë dua shumë. Kjo është për sukseseve të rralla që Allah gjithashtu nuk i dhon gjithkujt. Kujt Allahu ja qen derën e duas, lutjes të Allahut, atij ka dashur Allahu shumë mirësi të mëdha. Pse kështu po pse thut kjo kështu? Pse kanë thonë dietarë kështu? Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min shay'in akram ala Allah min ad-du'a."
nuk ka gjë që është më e ndershme për Allahun prej anës robit se sa duaja. Kush don me nderu Allahun me nderimin më të madh, le të shtoj sa më shumë dua Allahut. Kur mos ju ndalet gjuha prej duave. Le të lyp Allahut mirësi, devotshmëri, gjithçka çka është për të mirën e tij, dynjos edhe ahiretit edhe fesë tij, gjithçka me lyp. Kur mos me thonë se ballash e të prova. Tek Allah s'ka teprim. Te Allah është i gjithë pasurit, tek ai janë qejtet dyrtë të qejve dhe thesarëve të tokës edhe qejve, thesarët e qejve dhe tokës, ai jep kujt na don, ja qel kujt na don ato dyrë. Kështu që kur Allah ja don të mirën e robët vet, e inspiron me bu dua. Pse inspiron me bu dua? Pse nëpërmjet realizohet ajo që ka don Allahu. Realizohet dëshira e tij, realizohet rizaja, kënaqësia e tij ndaj robët nëpërmjet duas. Andaj ne e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas çdo namazi, sipas disa dietarëve, domethënë ka hilaf, që ka thonë a fund namaz apo kur ka thonë selam, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo mua në përkujtimin tënd të mirë, në falënderimin tënd të mirë, qysh je ti razi ndaj meje, dhe në ibadetin tënd në formën ti qysh je razi i kënaqur ndaj meje. Prej dhuntive të rralla të Allahut dhe sukseseve të veçanta është kur Allahu xhaleshanu e inspiron në rob ti që me budua vazhdimisht Allahu xhaleshanu. Ajeti në surën Fatiha ku thot Allah ihdinas siratal mustaqim, o Zot na udhëzon neve në rrugën tënde të drejtë. Thot Ibn Taymija, Allah më shërof për këtë ajet kuranor, kapitullin Fatiha në tefsirin e tij që quhet Tefsir al-Kabir, thot ahwajun nasi ila ad-du'a. Njerëzit më së shumti që kanë nevojë për dua, ahlul ilmi wal ibada. Janë njerëzit e dishëm dhe njerëzit e ibadeteve. Se ata janë vazhdimisht çka? Domethënë kanë qasën vështërsirave, lyp sabër, vazhdimisht vazhdueshëm me pat ata, sabër vazhdueshëm ndaj ibadeteve të Allahut që mu transferu prej një ibadet në një ibadet tjetër për analizu këtë lypin sabër, lypin mund, lypin fuqi, potencial, ambicie, vullnet. E Ibn Taymija kur e komenton këtë ajet kuranor, kapitullin Al-Fatiha thot, ky ajet kuranor është argument, thot se pse namaz na çdo herë thojnë elhamin. Më thonë për kaq që ka thonë Ibn Taymija, se njerëzit më nevojtar për dua janë kush? Njerëzit e dishëm, ata që në sirat mustaqim, edhe njerëzit e ibadeteve, përveç dietarëve janë njerëzit e thjesht, ata që pasojnë Allahun xhaleshanu fjalën e Allahut dhe realizojnë fjalën e Allahut. Për këto janë sukseset, llojet e tefikut, sukseseve të Allahut xhaleshanu më të veçanta dhe më të rralla dhe më të mëdha që Allahu xhaleshanu nuk i adhuron përveç atyre që ai don. Allahu xhaleshanu nëse don me nderu dikon, kjo është në mënyrë të përgjithshme rreth kësaj teme, edhe pse ka shumë çka të flitet, është tema tjetër pastaj çka e prishin teufikun. Sa janë gjërat vepra që e prishin teufikun, e privojnë njeriu të krejt, ja shkatrojnë sukseset e Allahut që ka. Kjo është një temë tjetër, inshallah që ndoshta herave tjera flasim për këtë temë. Lutë Allahu xhaleshanu të na bëjë neve prej atyre që Allah i ka dhëruar sukses në të gjitha aspektet e jetës, fesë dhe gjërave që shkaktojnë përfitimin e kënaqësisë Allahut në këtë botë dhe botën tjetër, dhe mos na braktis Allah kur në dorët tona dhe në vetvetet tona, por vazhdimisht ai të na inspirojë, na të ndihmojë dhe të na pranojë veprat tona, çush ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e tij, Allahumma bi rahmetike astaghith, o Allah, unë me rahmetin ton kërkoj mbrojtje, aslih li sha'ni kullah, ma përmirëso gjendjen time në gjitha aspektet, fala takilni ila nafsi tarfat aynin abada, dhe mos mu braktis në veten time as sa mshelet syri. Allahu din mas miri, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.